Po, në ndërkohë të gjithë ata të cilët dëshirojnë të bëjnë një investim të ri në ambientin ku janë, po nuk kanë shumë për të shpenzuar dhe dojnë ndryshime të vogla. A keni në kompaninë e juaj edhe diçka të tillë ku shkoni e shikoni, ta zëm këtë studio, shikoni dhe unë tham, kam shumë pak buxhet, po dua t'i bëj disa ndryshime që bijnë sy. Çka rekomandohet në këtë rast pa shpenzime? Për shembull, një jashtag tjetër, një fotele tjetër, një tavolinë, që është shpenzim i vogël, po që bjen sy shumë. Eksakt. Tash na në kompaninë tonë punojna kryesisht me, domethënë e marrim një projekt të interierit edhe çysh është në bloka ose nëse është veçse i ndërtuar renovim, e marrim edhe deri në momentin që të dorëzojna, deri në momentin që të përfundohen punët, tu e përfshi edhe pjesën e jashtagëve masi e përmendëm, domethënë ja vendosim na klientit, deri në fund na kena me u marrë me atë pjesë. Puna që klienti mos me lodh kryt, me u marrë me mjeshtër, me u marrë me gjana që ja hupin kohën. Se shumicën e klientave kena domethënë mergjimtar të jashtë. Tash ata s'po kanë kohë me u marrë me apartamentet që pi blejnë këto. Edhe domethënë kur nuk ki kohë me u marrë, kur nuk i rrin tash me fol logjikisht nëse nuk i rrin mjeshtërve për mi krya kanë me bë punën çysh do. Absolutisht e vërtet, po. Ata nuk kanë kohë, edhe shumicën e klientave që i kena mergjimtar. Pse se na besojnë punën edhe ju thojnë, ok, për një muaj e gjys 2 mundeni me ardhë me u vendos drejtën banesë juaj. Kena pas rast, për shembull, në ora 1 ka ardhur natës prej Zvicrës, edhe veç ja kena jep çelësat, s'ka pas nevojë me shku në hotel me e kalu natën, e ka kalu natën në apartamentin e vet. Eksakt. Tash sa i përket buxhetit, pyetja e parë që ja u bojnë ana klientave është buxheti. Pse se na mundemi me bo çka dojna aty në interior, mundemi me qit edhe një Formula 1 për shembull cilëster. Po a është e arritshme ajo sipas buxhetit? Nuk është e arritshme. Nëse s'është e arritshme, s'kena nevojë me e qit. Kështu që na e bojna dizajnin e interierit komfort me buxhetin që e ka klienti. Edhe mundohemi sa më shumë me kursy klientin sa i përket realizimit të produktit.